Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin nëntor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar dhe një fundviti sa më të mbar për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, fillojmë me energjinë e shenjës së luanit, kemi kartën e diellit, ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Kemi energjitë shenjave të zjarit dhe jemi të energjitë shenjave të ujit. Atëherë, në fillim të kësaj jave, ju shoh shumë të lumtur, do keni sharm, do ndjeni shumë mirë me fëmijët tuaj, ose ju fëmijët tuaj do ndjehen të lumtur dhe ju mund të merrni lajme të mira dhe kjo gjë t'ju gëzoj. Ndërsa për një pjesë tjetër shohim që ju diçka do mësoni, diçka do dali në dritë në lidhje me disa vështirësi që ju keni kaluar për një kohë të gjatë. Kjo mund të ketë lidhje me dashurinë në një rast, për pjesën tjetër në lidhje me punën ose vështirësi ekonomike që mund të keni pasur, ose për një pjesë tjetër shoh që mund të jenë dhe fëmijët tuaj ata që do t'ju ndihmojnë gjatë javës së parë. Gjithsesi në mes të javës ju çliroheni nga një lodhje dhe nga vështirësitë që ju keni kaluar. Për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi në dashuri, shoh që ju do bëni një fillim të ri dhe do ndjeni të lumtur me një person që do vi drejt jush. Mund të jetë edhe një person në distancë. Dhe shoh që do të regoni shumë kurioz me këtë person për ta njohur. Ju do keni oferta në lidhje me dashurinë, por ju do jeni kurioz për të njohur një person që është një natyrë entuziaste, një natyrë që ka shkëlqim, ka sharm, që transmeton energji, dhe shoh që është një javë e bukur në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër ju mund të mësoni diçka ose diçka të dali në dritë dhe ju të shikoni gjërat më qartë në lidhje me një lodhje që ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe ju do të dëshironi që të jepni fund kësaj lodhje ose vështirësive që keni pasur. Mund të jetë që ju mbani shumë mbi shpinën tuaj dhe kjo gjë ju ka lodhur dhe ka ardhur momenti të çliroheni nga këto situata, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim, dhe ju shoh të lumtur në mbyllje e një projekti, sepse do keni një fillim tjetër, një projekt, një punë tjetër ose një bashkëpunim tjetër. Dhe në fund të javës ju shoh që keni shumë oferta në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Do t'ju ofrohen shumë persona, por ju do jeni duke u fokusuar vetëm te një ofertë që do t'ju tërheqë më tepër. Është një javë fantastike. Por për një pjesë që do shohim disa gjëra do zbulojnë diçka gjatë kësaj jave, unë shoh që ju do bëheni kurioz, dëshironi të jepni fund kësaj lodhje, por do bëheni dhe kurioz për të zbuluar diçka më tepër në lidhje me diçka që do dali në dritë gjatë kësaj jave. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit dhe jeni te energjia juaj. Shoh një fitore, një sukses gjatë fillimit të javës së dytë. Një pjesë prej jush mund të jeni ndirë shumë të lënduar, ose ju do jeni të vërtet, më saktë, do jeni të vërtet në lidhje me një dashuri, me një person që ju pret. Dhe ju për këtë person do jetë një fitore, një sukses, kur ju të shkoni drejt këtij personi dhe të tregoni të vërtet ose të tregoni ato emocionet, pasionin që keni në lidhje me këtë person. Në rastin tjetër shoh fitore sukses te vendi punës.
ku ju do jeni shumë të vërtet, do jeni shumë realist gjatë fillimit të javës së dytë. Por edhe pse shoh që një pjesë disa persona do t'ju mbështesin, një pjesë tjetër mund të jenë persona ziliqar ndaj jush, por ju do t'regoni ashtu siç jeni në të vërtetë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do jeni në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata gjatë kësaj jave, gjatë fillimit të kësaj jave. Por në rastin tjetër mund të keni sukses në studimet tuaja ose në lidhje me trajnime të ndryshme ose me kontrata të ndryshme që mund të keni gjatë fillimit të javës. Gjithsesi në mes të javës shoh që dikush ju lufton, është një person që tregohet i incituar ose ju do dëshironi që gjërat të vinë shpejt gjatë këto kontrata që do bëni, ose një fitore, një sukses dhe ju do të regojni pak të nxituar në lidhje me këtë gjë. Në rastin tjetër mund të jetë një person që ju lufton në lidhje me një sukses që ju do keni. Dhe kjo ka lidhje me karrierën, me punën tuaj nga ana ekonomike. Është një person që ndoshta flet edhe pa u menduar. Gjithsesi, në fund të javës unë ju shoh që ju ndjeni shumë entuziast në lidhje me fillimet e reja që do bëni, mund të jetë një punë e re, një dashuri e re për një pjesë prej jush, dhe ju dëshironi të hidhni hapa para në njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju shoh shumë entuziast në lidhje me këtë, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do jeni duke riskuar ose duke rrezikuar në lidhje me një punë, me një partneritet, me një bashkëpunim. Do ndjeni shumë entuziast edhe pse keni pak të ardhura, ndoshta ju do dëshironi që të rrezikoni, të futeni, të merrni iniciativa në lidhje me këtë punë ose me këto partneritete bashkëpunime që ju do keni. Gjithsesi, duhet të tregoni pak të kujdesshëm në mesin e javës nga një person i nxituar që mund t'ju sulmojë. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe energjia e shenjës së peshqve. Atëherë ju shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri që në fund të javës së dytë dhe në fillim të javës së tretë shoh që është një person që ju do dilni, do pini diçka, ndoshta do jeni në grupe të vogla njerëzish, mund të dilni sepse bie më tepër në fillim të javës, dhe ju shoh që dikush aty do tërhiqet nga ju. Është një person që në momentin që do t'ju shikoj, do ketë emocione dhe shoh që ky person dëshiron të vi drejt jush në mesin e javës. Është një person që vjen pak i ndrojtur nga natyra dhe dëshiron t'ju fali ose t'ju shprehi emocionet që ka në lidhje me ju, ose këtë dashuri. Gjithsesi, unë ju shoh që është një person që ndoshta ndihet i sakrifikuar dhe është duke analizuar dhe emocionet e veta në lidhje me ju. Ndërsa në rastin tjetër ju shoh që do keni festime, do keni lajme të mira nga fëmijët tuaj, por ndërkohë do jeni duke analizuar gjithçka dhe në lidhje me shtëpinë, me familjen ose me fëmijët tuaj. Për një pjesë tjetër do keni festime në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një aktivitet i ri, një partneritet, mund të jetë një biznes i ri dhe ju do mblidheni për ta festuar këtë gjë. Por ju shoh që do jeni dhe më të çliruar, do ndjeni më mirë nga ana emocionale dhe atëherë do kuptoni që ju keni sakrifikuar vërtet për një kohë të gjatë në lidhje me punën që keni pasur ose me gjëra që keni pasur në jetën tuaj. Dhe këtu flasim në lidhje me gjithçka, me familjen, me situata të ndryshme që keni ose çështje të ndryshme që keni, por në rastin tjetër edhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri. Ju shoh në dilema, do jeni konfuz, mbyllni syt para situatave, para një dashurie, sikur nuk dëshironi të diskutoni me këtë person, edhe pse shoh që në javën e tretë ky person vjen tek ju, po ju ndoshta keni kaluar shumë situata të vështira në dashuri dhe kjo gjë ju ka bërë që ose ju ta refuzoni këtë person, ose ju nuk dëshironi të flisni.
në lidhje me këtë person. Do ndiheni shumë konfuz, do dëshironi të mbroni veten tuaj. Dhe nuk i jepni zgjidhje, sikur keni mbyllur syt para një situate. Ndërsa për pjesën tjetër, kjo mund të ketë lidhje në marrëdhëniet tuaja, kur mund të jeni ndirë shumë të sakrifikuar në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, sepse ju shoh që keni mbajtur shumë në shtëpinë tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju nuk keni dëshirë të hyni në diskutime, ndoshta edhe me familjarët tuaj, por për një pjesë tjetër, kjo situatë mund të jetë e vendi punës, mund të jenë situata në lidhje me institucionet shtetërore ose në lidhje me dokumentat, me shëndetin, mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Ku ju dëshironi të bëni një fillim të ri, por sikur mbyllni syt, ndjeni konfuz dhe nuk i jepni zgjidhje akoma, sepse ju shoh që keni mbyllur syt para gjithçkaje. Por në mesin e javës, jeni te energjia juaj, do jeni në një pozicion mbretëror, do jeni duke menduar më seriozisht për të zgjidhur situata të ndryshme që keni. Situata në dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në lidhje me një person. Në rastin tjetër nga ana ekonomike, sepse e shoh shumë fort këtë, që ju po mendoni shumë fort për anën ekonomike. Ose mund të jetë edhe një femër që ju mbështet, që mund të jetë një person shumë i dashur për ju. Dhe në fund të javës ju shoh përsëri në mbrojtje. Nuk e di, jeni veshur me një veshje hermetike, keni mbajtur një mbrojtëse para vetes dhe sikur nuk lejoni persona të hyjnë në jetën tuaj. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Në një rast, edhe pse mendoni seriozisht në lidhje për të futur në një njohje ose edhe në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh shumë mbrojtës gjatë gjithë muajit. Edhe pse është një muaj festash, ju do keni festime, ndoshta do mendoni dhe për fund viti këtu, në lidhje me shpenzimet dhe sikur dëshironi të menaxhoni ata anën tuaj ekonomike, por gjithmonë duke qëndruar mbrojtës edhe nga ana ekonomike. Ose ju do jeni mbrojtës ndaj fëmijëve tuaj. Në një rast, ndaj familjes tuaj në rastin tjetër, ose edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, sepse ju shoh që nuk dëshironi, nuk i shihni gjërat, sepse doni të mbroni veten tuaj në çfarë do lloj situate dhe nuk jepni zgjidhje. Dhe deri në fund të vitit, unë ju shoh që ju përsëri do jeni shumë mbrojtës ndaj gjithçkaje. Do jeni shumë të mbyllur, ju shoh. Gjithsesi është një muaj mirë, nuk është muaj negativ, edhe kjo mbrojtje është për të mirën tuaj, nuk është se është diçka negative. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi nëntën e kupave, që është një energji shumë e bukur. Unë shoh një çlirim shpirtëror në lidhje me situata të ndryshme që ju do keni gjatë këtij muaji. Në rastin tjetër, shoh që do ndiheni shumë mirë me veten tuaj. Do jeni në një pozicion ku ju do largoheni nga këto situata për të gjetur qetësinë në shpirtin tuaj. Dhe më falni, kjo tregon lajme të mira, tregon festime, ndoshta fundi vitit do të bëjë që ju të mblidheni, të ndiheni shumë mirë me familjen tuaj, me njerëzit tuaj, por gjithsesi ju thot, çdo mërzitje dhe vështirësi që keni kaluar, sepse unë e shoh këtu që keni kaluar shumë vështirësi për një kohë të gjatë, do paguhet, do shpërblehet në një farë mënyre në fund të këtij viti. Dhe shqetësimet që mund t'ju kenë shqetësuar ose që keni pasur në jetën tuaj do largohen. Dashuroni jetën, ose dashuria është vetë jeta, ju thot. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju, duhet jepni rëndësi këtij mesazhit, se vërtet do jeni të mbështetur nga angjëjt, por është edhe një mesazh shumë i bukur për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një muaj, edhe një mbasditë sa më të këndshme.